Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 monedhat, faqa e shkopinjve, 6 shkopinjt, 5 kupat. Kjo javë fillon me shumë lëvizje për ju. 2 monedhat tregon se po përpiqeni të balanconi shumë gjëra njëkohësisht, që mund t'jenë emocione, plane, njerëz apo përgjegjësi. Ritmi mund të jetë i shpejtë dhe ndonjëherë mund të ndiheni sikur po kaloni nga një situatë në tjetrën pa pasur kohë të ndaleni plotësisht. Por më pas shfaqet faqa e shkopinjve dhe kjo sjell një energji të re brenda jush. Është një kartë shumë dinamike sepse nënkupton dëshirë për të provuar diçka ndryshe, ide të reja, kuriozitet, impuls për të dalë nga rutina. Ju mund të ndjeni sikur diçka po zgjohet brenda jush, një dëshirë për të mos qëndruar më në të njëjtin vend emocional apo mendor. Me 6 shkopinjt, kjo energji fillon të jap rezultat. Kjo kartë sjell vlerësim, sukses, vetbesim ose ndjesinë që më në fund po merrni atë njohje që meritoni. Njerëzit mund t'ju shohin më ndryshe këtë javë, më të sigurt, më të fortë, më të dukshëm. Po pavarësisht gjithë kësaj, fundi me 5 kupat tregon se brenda jush ende ekziston një melankoli. Është sikur një pjesë e juaj apo ecën përpara, ndërsa një pjesë tjetër ende po mendon për atë që humbi, për atë që nuk funksionoi, ose për atë që ju lëndoi. Kjo kartë nuk flet vetëm për trishtim, por për vështirësinë për të parë gjithçka të bukur që ende keni përpara, sepse vëmendja juaj mbetet tek ajo që mungon. Kjo javë ju mëson se suksesi i jashtëm nuk e shëron menjëherë zemrën, disa emocione kërkojnë kohë dhe pranueshmëri. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 monedhat, perandoresha, gjykimi, 10 kupat. Në familje, energjia është shumë e qetë dhe e ngrohtë. 6 monedhat tregon mbështetje reciproke dhe ndjesinë që njerëzit përreth jush përpiqen të jenë aty emocionalisht ose praktikisht, por gjithashtu nënkupton se nuk duhet të jepni më shumë se ç'merrni. Me perandoreshën, atmosfera bëhet edhe më e butë. Kjo kartë sjell dashuri, kujdes, ngrohtësi, mirëqenie dhe energji shumë ushqyese. Për disa mund të nënkuptojë edhe shtatzani. Ndoshta për disa nga ju mund të ketë rol të rëndësishëm një figurë femërore në familje, ose ju vetë po sillni më shumë butësi dhe mirëkuptim në marrëdhëniet familjare. Pastaj shfaqet karta e gjykimit dhe kjo është kartë shumë e rëndësishme sepse flet për zgjim emocional, biseda të rëndësishme, rikthim komunikimi ose pajtim pas një periudhe distance. Ndoshta ju mund të kuptoni më qartë një situatë familjare që më parë ju kishte lënë konfuze emocionalisht. Dhe fundi me kartën 10 kupat, që është një ndër kartat më të bukura për familjen, tregon paqe emocionale, ndjesi bashkimi, lumturi ose momente ku ndiheni vërtet në shtëpi shpirtërisht. Familja këtë javë duket si vendi ku zemra juaj gjen më shumë qetësi dhe mbështetje reale. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi faqa e monedhave, 8 monedhat, të dashuruarit, 9 monedhat. Në dashuri, dashuria për ju këtë javë nuk duket impulsive apo sipërfaqësore, përkundrazi ka potencial për diçka më serioze dhe më të qëndrueshme. Faqa e monedhave tregon një fillim të ngadalt, por të sinqert ama. Mund të jetë dikush që afrohet me kujdes, ose ju mund të afroheni ndaj dikujt me kujdes. Një komunikim që po ndërtohet gradualisht ose një lidhje që po kalon nga faza e interesit në diçka më konkrete.
Pastaj shfaqet 8 monedhat dhe kjo tregon për kushtim. Kjo nuk është energji lojrash emocionale. Dikush këtu po përpiqet realisht të investoj kohë, të tregoj qëndrueshmëri, të ndërtoj besim. Me kartën e të dashuruarve, ndjenjat bëhen shumë më të forta, sepse kjo kartë flet për lidhje të sinqertë, për kimi emocionale dhe mendore, për zgjedhje nga zemra. Mund të ndjeni shumë të tërhequr nga dikush, por njëkohësisht të kuptoni se kjo lidhje kërkon edhe vendime të rëndësishme emocionale. Edhe fundi, me kartën 9 monedhat është shumë interesant, sepse tregon që ju nuk po humbni vete në dashuri. Pra nuk po lëshoheni, përkundrazi po ruani dinjitetin dhe vetë vlerësimin tuaj, por mbi të gjitha pavarësinë tuaj emocionale. Duket se kjo është një dashuri që mund të ndërtohet bukur, pikërisht sepse nuk lind nga nevoja apo mungesa, por nga vetëdija për vlerën tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë kemi djalli, kalorësi i shpatave, 4 shpatat, asi i shpatave. Shumë energji psikologjike në punë. Në punë duket sikur ka tension mendor dhe lodhje. Djalli tregon një situatë që ju konsumon energjinë, që mund të jetë stres, ambient toksik, njerëz manipulues që ju rrethojnë ose ndjesinë që po mbani më shumë se ç'duhet. Mund të jetë frikë, mund të jetë zemërim. Më pas shfaqet kalorësi i shpatave dhe energjia bëhet shumë e shpejtë, e vrullshme. Mund të ketë debate për disa, komunikim të ashpër, vendime impulsive ose shumë presion për të reaguar menjëherë. Për këtë arsye më pas shfaqet karta 4 shpatat, sepse duket se kjo kartë ju kërkon të ndaleni pak. Ndoshta disa nga ju mund të kenë nevojë për pushim mendor, distancë nga drama dhe kohë për të reflektuar. Për disa të tjerë unë do të thoja kujdes se mund të jetë edhe një plogështi fizike. Dhe fundi me kartën asi i shpatave është si një frymarrje pas kaosit, sepse kjo kartë sjell qartësi, sjell të vërtetën e pastër, sjell ide të reja ose një vendim shumë të rëndësishëm që ndoshta mund ta merrni ju. Pra mund të shprehni diçka shumë hapur, troç, pa filtra, që mund të jetë edhe pak e ftohtë komunikimi nga ana juaj. Por pas gjithë konfuzionit, ju do të kuptoni saktësisht se çfarë duhet bërë. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi ndërgjegjësimi. Ndërgjegjësimi ju fton të zgjoheni emocionalisht dhe shpirtërisht. Kjo javë nuk është vetëm për ngjarje të jashtme, por për kuptimet që lindin brenda jush. Sa më shumë të dëgjoni intuitën dhe të vini re mënyrën se si ndiheni pranë njerëzve dhe situatave të caktuara, aq më qartë do të dalloni çfarë ju ndihmon të rriteni dhe çfarë ju zbraz energjinë. Kjo duket se është një javë ku mund të kuptoni shumë gjëra për veten tuaj. Paçim!